Sistemi ndriçimit të rrugës së Ajasmës pas kodrave të Tepës që lidhet me lagjen Mark Lula është dëmtuar deri në atë pikë sa ka dalë plotësisht jashtë funksionit. Në fakt që kur instalua 3 vite më parë pati shumë probleme lidhur me funksionimin e tij, por ndërhyrja për ta riparuar u zvarrit dhe me kalimin e kohës arriti në gjendjen aktuale, ku asnjë element i këtij sistemi nuk funksionon. Kasetat e lidhjeve të kablove janë shkatruar po ashtu edhe pajisjet e tjera teknike deri tek ndriçuesit që nuk ekzistojnë fare. Kanë mbetur vetëm shtyllat metalike të cilat janë deformuar, aq sa nuk mund të shërbejnë në këto kushte, por vetëm sa për inventar. Faktikisht her pas here shqetësimi për dëmtimin e sistemit të ndriçimit të kësaj rruge është trajtuar në mediat lokale, por nuk është ndërhyrë as për parandalimin e dëmtimeve dhe as për ta rikthyer në funksion që të garantojë ndriçimin gjatë natës. Kuptohet duke qenë në periferi të qytetit, kjo rrugë e cila në kohën kur ishte e parregulluar përmendej shpesh si zonë lëvizjes së elementeve të përfshirë në ngjarje kriminale, e ka të domosdoshme ndriçimin natën për të rritur sigurinë e lëvizjes. Por duket se as kjo arsye shumë e rëndësishme nuk ka shërbyer për të vepruar dhe për ta pasur sistemin e ndriçimit në funksion. Investimi është bërë, por u la të shkatrohej.